Të dashur shikues të Zoom, intervista javës këtë herë po realizohet pak më ndryshe. Jemi mësuar me qenë në disa qytete, po jo edhe në Gjakovën e Kuqa, jo. Me i thonë Gjakovën e Kuqa. Para me është i talentuare, i respektuare, një person që vetë sa u martu. Po, martesa ti ka bo buj shumë të madhe në mediat rozë dhe gjithantej, për krejt organizimin dhe gjithë shka tjetër, po jo vetëm se me Taulantin kemi folë për shumë sa i përket karierës të ti. Fillimisht, mirë se erdhëm na në Gjakovë dhe mirë se erdhë ti në Zoom, se nuk e qenë shumë atë. Mirë se erdhë në Gjakovën e Kuqa, në Gjakovën e Traditës, në një vend shumë të mirë, me gjitha të mira. Edhe faleminderit shumë që keni gjetë po më arë, edhe shpresoj që jeni ka kalonit. Unë i kom pregadit disa pyetje, po Taulantin edhe jashtë kamerës se kemi edhe meksit shpis, kështë na u ka bo, edhe nuk është e shikojmë këtë pjesën e skenareve, se e di që je i pregaditun edhe po mendoj nuk i diçka barierë komunikimi që mos me të pyet. Po njëherë të regon që shka shku 2025, që shka qenë për ty si vetë. Ke pas gëgja data të rëndësishme. E vërtet, si shumë vite tjera që janë për plot suksese, edhe ky vit ishte një prej viteve më të mira, ka aspekti i sukseseve personale, sukseseve kolektive, suksese të punës dhe nga ana personale që para pak jave veç e kurrizova veten me Kitonas këto. Që shpo do këtë si ndjesi tash? Ndjenje papërshkrueshme, ndjenjë shumë e mirë, doja dhe dua që gjithë se cili ta përjetoj këtë. Nuk është që e ke bo shumë publike përveç pjesës pregaditjes dasmës. Vetë ke vendosë me mbajt hermetikisht mbyllën këtë pjesë dhe je fokusu në karierë, jetut në shta pak prej mësyshet, apo si ka shku komplet? Se së që ke folë për dashurinë për intervista shumë. Ti e din shumë mirë për me dash një realizu dishka, një ide që e ki, nëse e bën publike, e nuk realizohet, atjere o domi shumë i madhë, se njerës presin të teje. Andaj, edhe unë kom pas disa ide, edhe jo mundu një realizu ato më të mirat, edhe jo mundu me punu ashtu të në background krejt kohën që mi arrit. Në momentin që i kom pas që ja kom arrit, atjere i kom po publike gjitha ato që nuk kom pas më ndej barriera. Po gjatë punës, gjithë se cili është esa seriozitetit punës edhe dëshirës madhe për me realizu ato, mes me pas barriera rrugës, jo mundu që puna let flet, jo goja. Nëse kisha folë ma herët atjere punës kish pas nuk ish bo, shumë e vërtet. Që shkalove? Ndoshta në natën tante ku supozon të mu knoq mas shumë të lovësh, në fakt, sepse me ndonë komplet që ka ke hek me organizu. Po si tërsi, a je krenar me këto që e ke? Si vetë kritik shumë i madh i vetës edhe për gjithë juve që më njefni edhe ata që më njofin, që jam shumë kritik i madh i vetës, fatmirësisht ja ka vlejt gjdo stres që e kum jap edhe gjdo kilogram që e kum hum. Psa? Sa kilogrami ke unë? Që psa? 12. Prej 72 në 60 jemi. E psa o Taulant? Psa? Njeri martohet më shnosh, më lumëturu? Po, dëshira e flakt për me shku gjithë shka qysh është mas mirë, një ndëru se cilit. Ajo nuk e më ka shkry në kilogram, por e ka rrit dashnin edhe qepin edhe gjithë shka tjetër pozitive që me vazhdu tutje dhe me realizu që ata që unë e kom dashtë. A ke pas bakshishe shumë? Pjesa bakshisheve, drejt me thonë zarfat mas 4 diti i kom qenë. Durove? Jo durove, po qështë shumë kesh me angazhime edhe këto enkeleta, nusja ka pas qef tradicional, sa ma tradicional me qenë, pjesa e elementeve në prapavi që shkojnë, edhe jo dita grave, jo ashtu të mund përgatit, edhe mas 4 dite. Gjithë se cili që ka pasë mundësi me arë fizikisht në ndarësën, për mu konë dhurata ma madhe që nuk ka që. Taulant, hape zamrë, na nuk kemi arë me ta bu qepin edhe me të lorë me folë që ka dedon. Në trego sa je knoqën edhe mujtë o burë me mbullu na i salë me ato para.
një diçka që ju thëmë shoqënisë, familjarëve dhe dasmorëve, si klient që shkoj, ju thëmë kur me spritni, nëse dëni me bo darsëm e me prit në zarfa, Shumë e vërtet, se kesh kuptohet. Ki mu djek, edhe nëse thirë dikon për zarfa ma mirë me qëllim që me qëllim që ka më të pru. Ti i ka thirë një person, i ka thirë për pare. Që po isha realisht si pare, po shumë e vërtet. Asë njoni nuk e kom thirë për me marrë në zarfa. Asë edhe një, edhe në ftesa u kune cek një kjo pjesë. Dhurata ma madhe juja ka qenë prezenca ju. Që kjo është verzioni italiantit që shku dasma janë. Ty të karo me pa shumë, e dim që je muzikant më prej disa, sa dekada janë bo, e kem rrit dekadën e parë më duket? E ka kalu, po, një e gjys, do me thonë ma shumë se rrët 15 vjarë. Tash kur e shete, normale, mira s'ka fond, po mundosh me arrit atë drejtem. Qka të më të peng, që mas i kam baru të kujtu, që së ke bo, e që e ke po në na event tjetër, ku ishe për muzikë? Jam shumë i lumëtun që një vjetë e ma tepër, jo marrë me organizimin e dasmës që qitë fjallë me ta thonë që nuk ka pas asë një detaj që nuk e ka pas. Shumë interesant. Kur jem dalëm punë, më kanë thonë do kolegë pëse se ki marrë x personin ose x ato. Komente dit me dhonë. E kum dit edhe që kanë më konë ato pytja edhe e kum dit pëse nuk e kum marrë në dasën. Edhe ku ja kum thonë arsyen, për shemë pëse nuk kum marrë qëta se e kum pas që pjesën tjetër. Ke pas një përgjigje? E kum pas përgjigjen se provoja që e përmene, gati një dekade gjysë, vetëm në evente, kuptohet. E më ka bo që une për një vjetë ma tepër mi marrë shenim në gjdo darsëm që jenë konë. Letrën atë. E në të si kun shkru, shkam ka pëlqen darsëm. Si ato ma thjeshta, si ato medium, si ato haj që kanë investu shumë që nuk ja kanë ditë si ka e. Edhe për që ata i ko marrë gjitha ato shkam kanë pëlqy, gjitha ato shka i kanë pëlqy në keletës, edhe i kena bo bashk, edhe i kena realizu në 100% sukses në dasmën tonë. Që ato që jenë konë? Dikush mundet me thonë jo, shumë sene s'ka pas, dikush mundet me thonë po ka pas. Më interesant Aulant me ditë për zgjedhja muzikës. Unë e komendu që kanë me qenë 2-3 yje të Gjakovës pa diskutim, po jo Zeni dhe Edi dhe kush ishte tjetër që u bashkan gjetë. Unë komendu që ka me qenë Zeni, Ylka dhe Kaq. Që shka shku për zgjedhja e këngëtarëve, e patet vështirë, besaj se po? E kum pas të vështirë, një që shë kum pas të vështirë kamerën, një që shë kum pas të vështirë fistonat, një që shë kum pas të vështirë edhe restaurant. Se një herë martohet edhe... Unoje shpresoj. Faktin në kurse normale. Po, në që ata jem mënu që mi zgjell ato që ma ka dalë zemra, edhe Edi Ermeni mi ka plëcu të gjitha ato kriteret që une dhe familje e me kina pas dëshirë. Të një artist. Të gjithë të tjere që ju i përmendat, ata kanë qenë në darsëm. Kanë qenë si mësafir, edhe jënë knaq me atmosferën, edhe bile disa edhe kanë përmend, që moti s'kina kalu që ka që mirë, jo në si rolin kryesor, si partës i dasmës, po thjesht i na si misafir dhe që s'kan hezitu edhe mikrofonin me kap. I kemi pa shumë rrjete sociale, video që janë shpërndarë, që do me thonë atmosfera ka qenë shumë e mirë. E kjo ka qenë një prej dhurata me mas shumë ti që ka dosh dikush me ndëru, sidomos prej VIP-ve të estradës, ata më kanë bojë jashtëzakonisht lumtur që kanë qenë prezent, edhe nuk i ka interesu kush është këngëtar apo ku restoran apo detaje të tjera. Okej. Mos t'inglon që t'kemi thirë vesh për dasëm, se t'i kje dhe shumë gjana tjera të bukra tjetës. Kalojmë tash të pjesa e projekteve. Je një kosesh dhe profesor në Prenk Jakova në Gjakovë. Qësh përshkon atje puna edhe so ka dalim do shta prej vitit në këtë vetë, apo ja dim vlerën muzikës me shkollë, dhe thoja onë? So i përket qytetit Gjakovës, unë jem profesor në 3 shkolla aktualisht, në 3 vende, në 3 qytete, në Gjakovë, në Rahovec dhe në Prishtinë, po gjithësisht pasi jemi në Gjakovë, po flasë për Gjakovën, gjdo vete ma tepër ka kërkesa në rritje, në krahasim me disa qytete të tjera që interesimi po shkon e po bie. Sa menon që bjanë interesime për me shku në shkollë muzike?
në Prishtinë është një prej faktorëve është që fëmia shumë ndikohet prej shokut, shoqës, edhe në momentin që largohet prej shkollës muzikës, gjithsesi po folim, më njëherë i thot prindit avone po do më largu. Ose një shoqë u shku në pikturë për ka dëshirë më shku në pikturë me lon piano ose edhe ndikohet prej saj. Këtu në Gjakov jemi ma familiarizuar me zveti, edhe familja zakonisht nuk i le fëmijët për një çdo dëshirë ditore që e kanë një realizu çdo ditë. Qysh e ka për shembull pjesën më të madhe që e kombrejt edhe vetë punoj në Prishtinë, edhe kombrejt që prindit kanë që kjo është një prej arsyeve që është numri në rritje, ata që i kina i mbajnë, por çdo vit rritet. Aktualisht jena në Kosovë me numrin më të madh të mësimdhënësve vetëm shkolla muzikës, që vetëm në instrumente jena mbi 38 veta që janë që japin mësim. 38 deri në 48 jena se numrin saktë nuk e di, që japin mësim në Gjakov, edhe aktualisht sa po folim u hap konkursi edhe për disa drejtime tjera. Pasi që kërkesa është e erëzatshme. Cili prej instrumenteve kështu ka mas shumëte? Piano dhe violina. Piano dhe violina. Piano është si të vje fëmija. A ka piano ose a ka violinë. Të tjerat janë nga pasi e mirë. Dytësore, tretësore, sigurisht. A ka mendu taulante me kënduna jërë, po vetëm me violinën? Taulante... A ke provu në arna i damë, kështu për qefe, ndosha të kurjera, së është? Me thonë drejtën, Gjakov, deri vonë ma shumë më kanë njohë si këngëtar i qytetit, se sa si violinës. Seriozisht? Unë s'pas në dëgjuas njerë të këndu. Tash për tregu. Hajde, a janë publika ato postime diku në taulan? Jo. Prasës. Se për foli për pas viti 2000, në 2004, unë e kom zonë vendin e parë në Gjineun e Gjakovës, që është mbajtë koncert festival. Po ashtu në vitin Gjakova 2005 ka qenë një si Lyra Festi sot, që është ditët në vjen që është, që kom zonë vendin e parë, interpretusim e mirë në pej, në festivalin Flutra, çmimi parë plus çmimi i publikut, e tjerë. Bile ma shumë çmime kom pas dhe vonë si këngëtar se sot si. Pse e la pra? E lash për arsye që faza për vërtetit. Okej. Ndikoj si të shumë djemë, ndikoj edhe të une shumë keq, negativisht. Edhe në momentin që une, kur jëm pensionu në fojza, kom qenë finalist në festivalin, në gara Gjineu i Vogël në Tiranë, që në bërë. Edicioni 2, edhe në një prej netëve kalimtare, ndikoj faza e pubertetit që më kapi, edhe ndikoj negativisht të zonë jam, që ato njota që unë i kum dash, nuk më mujt një arrit thuj asë njërë. Edhe stafi atje që kanë qenë, në aspektin muzikor, e ndryshin tonalitetin e kongës, e ulqin, deri sa e pan të arsyshme dhe kam fol me prind, që taulanti duhet ose mu diskualifiku, ose mu të rek, ose me bo një performans, jam të mirë se një me thonë, me një fjallë që mu të rek prej gavës. Edhe kështu ka ndohë. Po bëhet fjallë për cilën mosh? Mosha 14 vjeqare. Edhe më prej asaj kohë, shoki ngusht me violinë. Si gjdo djallë, si gjdo mashkull, duhet me pauzu për me dash me rujtë zonë. Me shpresin që këthejet pas kalimit fort, pas pjekurisë, të kordëve të zonë. Edhe pas pjekurisë, unë vetëm një violinë u fokusova dhe bona shumë i mirë për kohën që ishte, edhe mandej vazhdova me violinë, edhe këndimin e lash. Pre asaj ditë më këndimin jo. Edhe pse më ka për celë, se janë të kryesore që i këm pasë në shkollë mesme, në fakultet në magistraturë, këm pasë me të këndimin. Qka është Gjakova për taulante? A ke pas në herë ofert për me dëpërtu jashtë vendit, duke di që për një me violina, disa vendet botës vlerësohet ma shumë? Gjakova është gjithë shka, për mu është jeta jeme, edhe me ndërlidh me pytjen që e bane, kom pas disa oferta, një dy prej tëne kanë qenë për shumë kënd të parezistueshme, dhe sa që hala disa kolegë, ose dasmorë, ose dikuj ku t'ja përmendë, edhe më thot,
Definitivisht, nëse s'ma thot direkt, i ka thonë grusës e partnerit kësë ku ka normal. Se i kumë pas oferta e parë ka qenë në vitin 2009, një vjet pas pavarësisë, për me shku, me vazhdu shkollën e mesme në Shqipëri, në ky javë të Shqipërisë, në shkollën e mesme pastaj me shku në Prag, fakultetin dhe magjistraturën me bursë të plotë. Imagjinoj. Okej, arsyeja. Arsyeja si nxënësi më i mirë në qytetin e Prizrenit, pasi që unë në shkollën e mesme e kam përfundu në Prizren. Mora arsyeja pse s'ke pranu? Së mbi vlerat që kam bu me të vlerësu, ama Në atë kohë kam konsideru familje eme, ma tepër, që jam i ri për me dalë diku jashtë. Edhe kjo ka qenë pyetja. I bje tu i bota të mdjeta, po? Po, tu i bota të mdjetë, tu dash me hina në fakultet, po? Mandej, ku shkova në fakultet, një prej këngëtarëve të estradës ma ka jap një super ofertë, më shku me japë mësim në Zvicër, gjithësisht në Basel. Italian të më pëqona, se s'po më pëlqen që ka përpojnë. Edhe paga ka qenë njerë zakonisht të madhe, ka qenë 10.000 frank muj. Për një 18 vjeqara, po tani ke qenë pak ma... A dyjat kanë ardhë në atë kohë? Jo, njona ka qenë 2 vjetë për mrapa, të më thonë 16 vjeqe, 18 vjeqe. Oferta tjetër serioze ka qenë në vitin e 4 të fakultetit, ku një profesoresh e fakultetit më ka japë ofertin me shku në Dubai, me japë mësim në shkollë të private atje. Edhe, okej, aty pak ka ndiku prindi, gjithësisht njona, mama, edhe ka thonë përfundo fakultetin, merre diplomen edhe mandej vazhdo mos u ndaj. Edhe se isha në prakt diplomin. Edhe për ata që e studiojnë muzikën, fakultetin e muzikës, e din që drejtimi më i vështirë është violin. Edhe din tradicionalisht që kush diplomon në violin, i shkojnë në 70 vjetë. E ta ullon t'i ka diplomu për të parve një afat. Se neve zakonisht dhem vit 4 më rrim, a diplomën e zgati javë 10 vjetë. Mondet me ndodhe dhe kjo? Ndodhë standart është javë 10 vjetë. Ja, standart ndodhë. E ta ullon t'i ka qenë një prej parve. Okej, mjekësia di që mundet me zgjallë. E të na, pjesa diplomës është për ata që veç e di, është pjesa ma vështira, që kina me majtë 2 koncerte, edhe me pjesë jashtëzakonisht vështira, që për me kalu pragun për me dalë para komisionit. Ku dalë para komisionit dhe tjera është çështje kryer, njota s'ka rëndësi. Taulant pa afrohemi drejt fundit, sepse dhe na kemi kaluar limitin, po ma ka marrë mendja. Një urim për fundvit, me qenë se janë edhe edicionet e fundvitit për krejt njerëz. Urimi im për të gjithë juve dhe shikuesit tuaj është ju uroj nga zemra shëndet, lumturi, punë, dashuri, sa ma shumë me dash njëri tjetrin, sa ma shumë me përkrah njëri tjetrin. Nëse nuk mundeni me i ndihmu dikuj së paku, mos janë ndërprej një rrugën, me thonë popullorëshe, mos i boni keq. Edhe duajni vetën sa ma shumë, edhe ju uroj shumë suksese për gjatë vitit 2026. Taulant, knatësi shumë e madhe, unë e shijova, uroj shpresoj që kemi me u pa shpejt, edhe në projektet radhës, veç se qoj pas të kamë. Faleminderit shumë që dini javë, dhe shpresoj që jemi prapë së. Faleminderit shumë. Atëherë është koha për të kaluar të rubrika tjetër në vazhdim, detajet do i zbulojmë pas pak.